Thimaq Cile ka qenë një ri nga Korça, i cili në moshën 19 vjeçare ju bashkua luftës antifashiste në vitin 1944. Thimaqi ka mbetur dëshmor teksa një plumb i vetëm i përshkroi kafkën. Ai prehet sot në varrezat e dëshmorëve, ashtu si edhe shumë të tjerë bija që nuk nguruan të sakrifikonin jetën për çlirimin e atë dheut. Në familjen e Thimaqit, sot mbesa e tij, Andoneta Pelteku, na tregon për ngjarjen e rëndë. Ai ishte shumë trim dhe punonte, të mbante familje, takovi këta të partizanët, edhe i ardhi i ta gjyshe son të hikta. Këta feshtë të aja, unë i njëtë këtë kam ta, s'kam tjetër ta, të hik partizanta, edhe lëfton të ishte mitrolier. Edhe në kohën e pushimit ishin ullur aty. Njeri nga shokët i thot, Thimaq tha, shëko tha për vërshëllen një plumë tha. Ku më tha, ngriti kokën kështu. Dhe i ra këtu dhe i dalë majtë kokës në vend tjekë. Për familjen e Thimaqit, ngushëllimi vetëm ishte se këta të rinj dhanë jetën për lirinë e atë dheut. Andoneta tregon se në ato vite u krijua edhe një këngë për 19 vjeçarin. Se të vriqin që të fitonte Shqipëria lirin, i ben dhe një këngë. Për liri u vra një partizan. Ngreu ti o popull, dërmo çdo tiran, tha. Në dritare qane zezanën, prej djalin e saj që dëshmor ka rënë. Familja e Thimaq Ciles vjoj të ishte bazë e luftës antifashiste nacional çlirimtare deri në çlirimin e plot të vendit. Kjo familje sot vijon të kujtojë të nderojë sakrificën e birit të saj, por edhe të qindra e mira të tjerëve që sakrifikuan jetën në luftën për liri.